Fshati turistik i Voskopojës ka qenë i mbushur me turistë gjatë kësaj fundjavë, duke u kthyer në një nga destinacionet më të frekuentuara të juglindjes së vendit. Vizitorët kanë ardhur jo vetëm nga qytetet ndryshme të Shqipërisë, por edhe nga emigracioni, që jetojnë prej vitesh në vende të Europës, të cilët kanë zgjedhur Voskopojën për dëborën, bukurinë natyrore dhe qetësinë që e ofron. Përveç peizazhit dimëror, turistët janë tërhequr edhe nga mikpritja karakteristike e zonës e kuzhina tradicionale, që mbeten një nga pikat më të forta të këtij destinacioni. Sipas operatorëve turistik, që nga 23 dhjetor i vitit kaluar e deri këtë fundjavë, hotelet, bujtinat dhe shtëpitë pritëse kanë qenë të rezervuara në kapacitete të plota, si nga turistë vendas ashtu edhe nga ata të huaj. Pra ne kemi ardhur në fakt se synonim një vetë me të borë, e ishim mes Brezovicës edhe Voskopojës, vendosëm për Voskopojën çoj, Brezovicën herës tjetër kismet. Ndryshe nga të tjera, kjo të bora e papritur faktikisht, po ka një dritë të mrekullueshme për mua, edhe duke qenë që ne jemi më afër nga të gjithë, nuk lëm rast pa e shfrytzuar, sidomos mund të shihni edhe është jashtëzakonisht e frekuentuar. Biletia më thanë që ka qenë sepse unë sa erdha sot në mëngjes. Dje ka qenë një mbrëmje jashtëzakonisht e bukur. Në bora, njerëzit, post festas, të gjitha këto japin një lloj kënaqësie te njerëzit që thash edhe një mund të bëni plane sa të doni, po është një mrekulli. To isha në rrugim 30 vjet, jam kthyer tash para një viti. Voskopoja është vendi ku kemi lindur, ka lindur stërgjyshit tanë, gjyshit, prindrit tanë edhe neve lindur këtu. Voskopoja ka të bukur e bën një se këtë vend nuk të gjesh as në një vend të Shqipërisë. Të jetë rrethuar me male dhe të kush brenda. Voskopoja ka mbi 800 vende akomodimi, çka e bën atë një nga zonat turistike më të përgatitura për të përballuar fluksin e vizitorëve gjatë sezonit dimëror.